Mirë mrama shqiptar kudo qeni. Sot kam me fol për këtë fjalën angleze. E shkruajnë qështu dhe shqiptojnë grinder. Grinderi është një maqinë që bën blurjen e ushqimeve. Njerëzit e përdorin për mi blu ushqimet kadzin. Kështu që e dojmë këtë fjalë në 2 dhe 4 shkruajnë të para për na del shqip. I marrë 4 shkruajnë të para dhe për na jap green. E ndrojna dën me të dhe për na jap tër. Green tër. A e një të po për shka lofin i green tër gjanat. Do më thonë shqipja përshun shumë sakt e let qëllimin e kësoj maqine që i blun senet, sepse fjala green e gignishtës e ka kuptimin mi blu senet, mi bo copat vogla, timta. Që kuj kini shemboj konkret, i green tana senet, a i grine loknat, un i gri salatat, na i grina tanat. Angleze e kupto këtë fjallë veshështu që shështë, por për momentin na që shkputme në 2 fjallë të Shqipës, mo anglezi nuk është gjendje mi kuptu këtu 2 fjallë, sepse Shqipja ka ndërtu këtë fjallë, e jo anglishtja. Falë gjuhës Shqipe kjo fjallë egziston. Për me ditë anglishtën dhe gjuhë të tjera, dosh me ditë Shqipen, e sidomos gegnishtën. Ju falemderit.